Zoom. Përshëndetje shumë e madhe për gjithë ju që sapo filluat na ndeshni në emisionin Zoom. Jemi këtu edhe në një epizod të re të ekrante, ku me mua Albinën do ju informoj, po inshallah kemi arrit me ju argëtu me materiale të dhive që kemi realizuar këtu në Shëngjinën e bukur. Kur jemi tek Lezhë, ku do me falenderu Meritën, një sallon inteligentet në Tiranë, por dhe në Lezhë. E në këtë fund tani ka konzon derën dhe me llafë muhabet me plane për të ardhmen që në vazhdimsi ta kemi bashkëpunëtore, e falenderoj shumë për pritjen e ngrohtë. E po ashtu një falenderem tjetër që duhet si gjithmonë i shkon Felicia Fashion dhe Rinës së bukur, që është shumë e pafitueshme që unë të duken bukur dhe komode për shikuesit e mi më të mirë të Zoom. Kalojmë tashit të këto pjesa e falenderimeve që duhet bërë si gjithmonë për ata që bëjnë të mundur realizimin e emisionit. Dhe një falenderim i shkon Freski, një resort i diligendet në Veni Point, i themeluar në 1998. Me lejoni që para jush të daj një historik të shkurtër dhe një pak në një historik të shkurtër. Ka 60 dhoma dhe veçantia e saj është ndodhet në vijën e parë të plazhit. Fillimisht është ndërtuar vetëm hotele dhe në fakt të kërkesave të shumta kanë vendosur që të ofrojnë jo vetëm akomodimin, por edhe shërbimet cilësore si qarë, house board, restaurant, lunch bar, e po ashtu edhe biz bar në menu që klientët të gjejnë të gjitha në një vend. Misioni dhe vizioni i tyre është që eja si mysafir e largohu si me pionin. Në vazhdim shkojnë në një shtëpi kryesore ku do ju tregojnë në shpët publicitar nga Tesia dhe duke u rikthyer me ata një supe në web, një lokal inteligente ku planesh. Sezona verore në Zoom po vazhdon dhe tani është koha për një mysafir që njëherë është me ke emisionet. Përshëndetje i nderuar dhe i respektuar, shumë faleminderit. Falë se nuk të nëzot i bote, knatësi si gjithmonë me u konë Ajo lodë mas pare që shqe. Në intervistat e tu, Albin, u bo kohë e gjatë, me u lodhë jo, me gjithse është sezon ko që angarkume, po me një energji shumë të mirë, me grupin cilë i falenderoj për mundin që bashkarisht, dhe është një sezon, më me thonë, deri më tani që është për më majtë në band. Kujt i kështë falenderuat? Ja vujna edhe shikuzve dhe dëgjuzve dhe krejt ata që na shohin, sepse fal tyre jemi ndoshta këtu ku jemi. Falenderit Zotit njerë që e kemi shëndetin, falenderit familjes që gjithmonë është krah meje, dhe normalisht gjithë njerëzve që publikon edhe gjithë ata që nkonë gjithmonë për krahas dhe kudo që kam qenë, si me ndejat në për lokale, si kur ndejat familjare, nkonë gjithmonë pranë meje, kështu që i falenderoj nga zemra, edhe gjithë atyre ju rëjë shëndet dhe gjithë atë mira të barësi edhe në familjet e tyre. Kësha dash faton me njësë këtë intervjist ndoshta me pjesën ku po gjenë ka që energji pozitive mos më na mungu askon. Njëherë për gazetari e di që është kjo sepse është punë, po një këngëtar mundet me thonë edhe jo, me raste. Se i tha po ndoshta ftesës për në Shëngjin pikërisht. Duke di që ti kishë ndasë në Kosovë, realisht. Ka më puna, para 2 vite kom qenë të njëjtin vend, më kanë prit jashtëzakonisht mirë, edhe
vitin e kalum nuk më pas mundësi për shkak ka qenë që e periudhë kogja shumë e ngarkume, edhe si vjetë po ashtu, po nuk mujta me ju thonë jo, mbase janë djemët superior që mbajnë këtë vend, edhe falenderoj gjithmonë për mikpritën që e vojnë, edhe normalisht njerëz që vinë dëgjues që sonte kam në ardhur këtu me dëgju muzikë. Sa është të lëshme ndoshta me kalu kufine në këtë vap, me u bo gati? Na zbëllën ndoshta për kaj moment interesant? Nuk jo nas pak leta më me thonë, basi jemi në kulmin e sezonës, po kur do në me bo diçka mirë, kur është vullneti për punë, kështu që nuk hezitoj. Kalojmë tash pak edhe të projektet e radhës. Me çka po don me vazhdu, gati po afrohet edhe fundi vitit, ndoshta me projektet e... A kena i plan? Na patëm një projekt tash me grupin, edhe mirë pritja zakonisht mirë. Tash normal shtatori lyp pak një fat pushimi. Nga muji tetor kemi kogja projekte edhe me studio Dobas Records, në knasi që Akoma me ta du me thënë, haja s'ke ndryshu. Endriti Sa është është edhe rëndësishme producent. faton po du me ndërvite Endriti është edhe pjesa. producent, i cili është edhe antari i grupit që bojmë me muzikë, kështu që knasi me Sa është e lehtë me punu me njerëzit që ta din çetjen e fatone? Ja, zakonisht është e lehtë. Kështu që une, më me thonë, komplet albumet dhe shumicën e kongëve i kom për asaj shtëpije. Kështu që tash na presin kogja projekte dhe besoj që kemi mi ofru publikut sa në shumë bukur. A ke bo fare si vjen? E di që muzika ka dhe investime. Parët normalisht na po investojmë gjatë vitit. Unë jam dhe familjar, i kom dhe 3 fëmijë, normalisht edhe bashkëpunime dhe bashkëshortën, edhe ajo punon, kështu që punomi me u koordinu, edhe me pas jetë shumë mesatare. Muzika ka shumë lyp, shumë investim, nuk do të thotë që na vetë marrëm, kështu që është e kënaqshme. Për fond nuk po du me të ngasmu se di që kemi përformu edhe po uroj e shpresoj që kena me kalu mirë sonte me ty. A po më tregon që du ju thoshe njerëzve që hala nuk e kam pas fatin, sepse jo krejt kanë mundësi në ndasma me taku se s'janë ftumë, po sidomos mbrojtje muzikore, ku kanë më gjetë deri në fund sezonat. Boni marketing o djallë vetës. E di që i modest, ama pse jo m'ju tregu. Tash është me dasma, kështu që je vetëm jam mbrëmje që të periudhë që kom aranzhu jashta dasmave. Pse ndodh kjo? Sa janë të plotshme këto? Pse për shembull fatoni si këngëtar nuk mundet me i bute 2 janë? Çka dallon dasma prej një Shumë mbrëmje? dallon. Dasma shumë me përgjithësi, dasma me konzhatje shumë e madhe. Mundet me bo bashkë secili. No. Dasma dallon shumë prej nejave në për klabe, në për kafeteri. Dasma shumë e shajt, dasma bëhet vetëm njerë. Dasma shumë familjare, dasma është me shumë njerëz. Edhe une për kushtimin maksimal e kom gjatë sezonës, kështu 100%. Tjera që katër që vinë mundohem, që se s'ka mundësi, i thëmë stop, vjen shtatori, vjetetori dhe fillojmë prap me naja. Kjo Bibian që pas keme me pasë risi për gjatë kohës. Kjo Bibian që shikusit e në zonë kanë mundësi me të pasë prap një të njësë. Paton shumë faleminderit, tash veç po e shtjojnë performancën tonë edhe ko nuk kisha marrë ma shumë. Faleminderit e prej teje që ki bo rrugë, prej Prishtinës marrë Shëngjin, edhe pushuzve që janë këto ju uroj pushime sa ma të mira. Ti a i ke kry pushime se dolive një pitja? Para sezonës pak edhe kum lohen pjesën tjetër ka fundit. Edhe ti ke i ka Greqia, Kroacia, Unë Shqipëri nuk e ndroj me asnjë vend, edhe kështu që ka zgjidhje, Shqipëria e ka mbi 400 kilometra plazh, edhe ka zgjidhje për gjithë, edhe normalisht çmimet në çdo vend ku ka të Mendoj që gjithë ma është edhe propaganda, se këtë punë e bëj dhe vetë, ama po marrë dikon pa nuk janë si shqitat, më besoj. Unë jo marrë edhe me rëndësi që nuk janë si që. Shqipëria është veni jonë, veni shajt, edhe kështu që Unë gjithë po kam kush ka gatu, për shembull ma mirë greko, kroati, kur ushqimet cilat na jojnë, a duhet me qenë shumë plumë. Unë njerëz kanë mundësi me zgjedh. Mos bomi me ja bo rrafsh njëri tjetrit, por ka mundësi dhe zgjidhje shumë Shqipëria për me bo pushime, turizmin e ka t'ja zakonshëm, kështu që kemë zgjidhje për gjitha. Uroj për gjithë pushues kalojnë këtë verë sa më të mirë, edhe ty me të më shumë suksese, edhe shimi gjithë më përbira. Faleminderit shumë.
Urojmë që ju ka pëlqyer kjo intervistë e çastit me Fatonin. Tani do ta shihoni performancën e tij në West, një lokal i bukur që gjendet në Shëngjin e që në 2024 ka qenë një ndër vendet më të frekuentuara. Nasi që jemi sonë të bërështë, unë Fatoni Supi dhe maestro Rolandi. Faleminderit e kina shumë i sonte. Shkatrove moj, pa humberilina, dashurove si te buku, si te djallë sisa, në pjetore u një mullu, dhe po pija vetë, veç për ty po mendoja moj, si ta kalu jetë, për ti vetëm shaje, sprano jetë qeshje, por të nisje si e mare moj, hajde, hajde, por i busha njësët vjetë, me si veshmora rrugën, ma shohër në durve, me si veshmora rrugën, ma shohër në durve.